Një studim i ri tregon se qyteti i New Yorkut po fundoset dal nga dal për shkak të peshës së madhe të ndërtesave të tij gjigante, sipas studimit të publikuar në revistën Earth's Future. Kjo peshë e madhe po ushtron presion të vazhdueshëm mbi tokën, veçanërisht mbi zonat me shtresa të buta argjile, duke shkaktuar zbritjen graduale të saj. Çfarë po ndodh saktësisht? Qyteti i New Yorkut po fundoset me një shpejtësi mesatare për rreth 2 mm në vit. Në disa zona me tokë të butë, si Lower Manhattan, Brooklyn dhe Queens, shkalla e fundosjes arrin deri në 4 mm në vit. Brenda një dekade, kjo do të thotë që toka mund të ulet rreth 20 mm. Sipas ekspertëve, ky është një proces shumë i ngadalt dhe nuk paraqet rrezik të menjëhershëm. Megjithatë, me kalimin e kohës, fundosja mund të ndikojë në ndërtesa të rrugët dhe infrastrukturën e qytetit. Lajmi i mirë është se inxhinierët dhe ndërtuesit do të kenë kohë të mjaftueshme për të përshtatur dhe për të planifikuar ndërtime që i rezistojnë këtij procesi. Studimi është kryer nga Tom Parsons, një gjeofizikan në Shërbimin Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, së bashku me ekipin e tij të studiuesve.